Ky është Ibrahim Hoxha nga Scarborough, Toronto. Për shkak të rrethanave të papritura shëndetësore dhe një operacioni të vështirë, prej disa vitesh luan basketbol mbi rrota. Për cilësitë e tij të rralla, ka tërhequr vëmendjen jo vetëm të rrethave sportive, por edhe të mediave kanadeze. Është shënues, driblues dhe pasues i shkëlqyer, dhe kjo duket jo vetëm në stërvitje, por në çdo ndeshje ku ai është titullari dhe truri i skuadrës. Në nivelin kombëtar, Ibrahimi është shpallur 2 herë kampion me fanellën e të rinjve të Ontarios dhe si vjet është nderuar si sportisti i vitit për moshat e reja nga Federata e Basketbollit mbi rrota. The medal match here. Drops off Ibrahim Hoxha. Good on the bounce. Captain of the court the whole tournament here. McNally down low. Fine. There you go. And that's 2. And Hoxha, as McNally kicks it back up, Hoxha makes a man miss a feint and he's got it. Në momentin që po përgatitim këtë portret televiziv, Ibrahimi ndodhet në Brazil me uniformën kanadeze për të përfaqësuar vendin në kampionatin botror për moshat në 23. Dhe mendoni që është vetëm 15 vjeç. Filmimet dhe bisedat në vazhdim i realizuam të mërkurën më 4 qershor gjatë një seance stërvitore pikërisht disa ditë përpara kampionatit botror në Brazil. It's U23 is under 23 years old, so he's going to be playing against players from other countries up to the age of 22 years. So they have 7-year development on him, 7 years of basketball experience on him. It's very unusual. And as he played in the qualifying tournament in Colombia to get to the World Championships, he did very well against teams and against players that are up to 7 years older than him. So very proud of him. Ibrahimi kur ishte 11 vjet u diagnoz me tumor në palcet kurizor dhe në 2020 ajo tumori kishte gjakderdhje dhe në atë kohë në fakt ishim në vendlindje në Maqedoni dhe kishte nevojë të bëjë operacion urgjente edhe pra të shkak sot është paraplegjik. Si e ka përballuar ai këtë situatë të re, domethënë nga një djalë aktiv me sport, me futboll është marrë, me sa kam dëgjuar, kur e pa veten domethënë mbas operacionit që nuk kishte mundësi më të bënte jetën normale. Ibrahimi kurder ka qenë si të them djalë i veçantë. Në momentin kur ndodhi ajo, për mua si baba i tij, gjëja më e rëndësishme ishte shëndeti i tij mendor. Dhe në fakt ishte vështirë në atë kohë, pse neve nuk e dinim në fakt si do shkonte situata, por në çdo moment vetëm punën që ishte e rëndësishme ta bante, kur do erë e bante pa problem dhe me gjithë mundësitë që kishte. Gjithmonë ka qenë optimist, edhe si fëmijë, i qetë. Asnjëherë s'e shankuar, asnjëherë s'më ka thënë pse më ka ndodhur kjo me inat. Nuk bën njëri me fajt, do të thuash, ë? Jo, kur se ka parë vetë ashtu. Dua të tregoj një ngjarje. Pas kohë kur u kthem prapë në Kanadë, se ishim në Maqedoni atë kohë, kur u kthem prapë, pas sa kohë i pyeta vajzave, i pyeta si e shikon Ibrahim në këtë moment. Dhe më thanë diçka që më ka lënë shumë përshtypje dhe më panë për herë të parë sikur isha i çmendur si baba dhe më thanë baba, neve shikojmë si Ibrahim, nuk e shikojmë më ndryshe. Edhe ajo më ka bërë shumë përshtypje pse ti e di shumë mirë në kulturën tonë jemi mund të them të prapa mbetur në aspektin që i shikojmë njerëzin si viktima, i shikojmë me gjuna, me turp, i kyçim brenda në shtëpi dhe nuk i japim kushtet që ata të realizojnë kapacitetin që e kanë si persona dhe t'i furnizojmë me gjithë mbështetjen që kanë nevojë, si çdo njeri që ka nevojë, çdo fëmijë. You have been training Ibrahim for years now.
Tell us a little bit more about him. Well, Ibrahim came to Variety Village. He was 12 years old, and from that first day we saw him, we just recognized the spark. We recognized he was, basically playing at a different level and thinking at a different level than other 12-year-olds. So we really knew that maybe this player is going to develop into something very special. He's a great shooter, I heard, right? Yeah, he's a great shooter, but his basketball IQ, and that means the decision making during a game. And it's what, as coaches, we evaluate the players, and we evaluate how quickly they make decisions on the court, because it is a team game. You can shoot, but you're not always going to get your shot. And one thing about being a good shooter is the other team identifies you're a good shooter very quickly, and they don't give you the shots that you enjoy the most. So you have to come up with if they don't give you your shot, what's plan B? What's the next decision to be made on the court? How do you create an opportunity for your teammates? And that's what Ibrahim does very well. Herë të parë, është shumë interesant, ka edhe një video i shqinqizurë, kur ishim në spitalin e rehabilitimit Holland Bloorview në Toronto. Ai prenë në bare, kur mund vesh që mund ishte shansa të mbeqe kështu, e fut në karocë për basketbol. Sport wheelchair i thonë, dhe në atë moment bëm një gara unë e ai dhe më fitovi. Dhe në atë moment ishte shumë gjë interesant, mund t'ja shikoni në fytyrë çfarë kënaqësi kishte, atë lirinë, domethënë se kur si ke kamët dhe ka nuk dalë tjetër dhe ajo ishte momenti i parë që e pasha atë kënaqësi dhe më kërkoi ti në atë moment ta ndihmoj, ta ndjekë domethënë atë pasion që ka dhe atë kemi bërë. Para disa kohësh ti ke jetuar, më duket 1 vit a 2 vjet edhe në Maqedoni apo jo, në Kranj. Si e mban mend atë kohë? Shumë mirë, kisha shumë shok aty. Edhe lojta afër çdo ditë me ato. So bëjmë shumë shef aty. Në Kranje s'ka shumë veta, so është shumë e ndryshme pe këtu. Cila është pika jote më e fortë? Trurin e kam shumë të mirë, se unë di që të bëj, kur ta bëj, çfarë teammates më duhet të bëjnë, unë i them që të bëjnë, edhe e kam shutin shumë të mirë. Çfarë të duhet të përmirësosh? What do you need to improve in this game? Çdo gjë, unë dua të improve çdo gjë, du të bëjmë një nga më të mirë në botë. So unë dua të improve çdo gjë, vi çdo ditë të praktikoj çdo gjë. Ka rrezik kjo lojë për tu lënduar? Ka ca, po mos jesh crazy ca, nuk o bëhesh asgjë. Basketball on wheelchair, some rules, some specifics. Yes. Well, the rules are pretty much the same. So the three-point line is the three-point line. It's 3 seconds in the key. We play international rules, so 8 seconds to cross center. The difference comes in all the disabilities. To make it equitable on the court, you have different classifications. So Ibrahim's a class 2.5. Someone who may be an amputee may be a class 4 or a 4.5. And when you put all 5 players on the court, it has to add up to 14 points or less. So, you're a combination of different disabilities on the court and basically different abilities, and you have to learn how to manage the game with your style of play. And how do you build the relationship with parents? In this case, with Ibrahim's father and mother. Well, I think with all parents, I think all athletes, it really is, whether you're able-bodied or have a disability, it's, the coach that plays a very important part, and the parents need to trust you and they need to know who you are, and the player needs to know you and know that we have our best interests at heart. And it's a relationship, it's a building relationship, and it's over time you just build a trust with each other, that you trust that the coach
is going to do the right things and make the right decisions for their son in this case, and then the player needs to believe in the coach also. But it's a dialogue between player, coach, parents. We work very well together. Në Maqedoni si thrasin njerëzve me aftësi të veçanta ose me aftësi të kufizuara. Çfarë termi përdorni ju atje? Termat që përdorim janë, mund të them termat janë për gjuna. Gjuna, sakat, invalid, që po ti përkthesh anglisht janë shumë ofenduese. Dhe me situatin që ka ndodhur me Ibrahim, unë kam investuar mjaft kohë që ta parap, domethënë mentalitetin ta ndryshoj. Në shumë raste kur kisha muhabete me familjen, më pyet njësi ish Ibrahimi, e në atë kohë ju kish marrë në sport. Dhe dishe shumë i lumtur. Dhe për atë aspekt edhe unë, si baba edhe si familje, ishim të lumtur, të kënaqur. Kemi qenë shumë kënaqur për arritjen e tij dhe mundimin që ka futur. Dhe kur se ka parë vetveten ndryshe, më përpara interesant kur kishte intervistë me Toronto Sun, i ka thënë atij, i thash vetëm ndryshova sportin, s'kam ndryshuar si njeri. Më përpara lonja me këmbë, tash loj me duar. Neve për shembull që jemi rritur me atë mentalitet, është shumë e dëmshme. Çfarë marrëdhëniesh ndërton ti me djalin? Marrëdhënie baba autoritar apo baba shok? Jo, të kundërtën. Unë konsideroj Ibrahim si shok, jo vetëm si shok të ngushtë. Që kur i ka ndodhur kjo situata, unë kam lënë ai të më shfrytëzoj mua, ta udhëzoj dhe jo të vendos për atë, si ka qenë me gjenerata më përpara. I kam thënë, unë jam meri parë, si i vogël i thosha, unë jam prerën e parë baba, ti e prerën e parë djalë, sikush do mësojmë nga njëri tjetri, edhe inshallah arrijmë një sukses. Trajneri më tha fjalë shumë të mira për ty. Je natyrë shumë e qetë. Nga e ke marrë këtë nga mamaja apo nga babai? Më shumë nga mamaja. Babaja është sa la fos shumë, është lavër. Nga mamaja e kam marrë. E pyeta babin, i thash si e shikon djalin, më tha e shikoj tha si shok. Po ti si e shikon babin? Tamam, ai është si shoku tim. Unë e dua shumë atë, më ka ndihmuar shumë në basketball. What makes us special basically is that our knowledge of sport, the knowledge of all the coaches we have in our system in wheelchair basketball, and basically welcoming everyone and providing the environment they need to grow as an athlete and as a person. And those two are very important. You need to be a good athlete, you need to be a good person, because you're basically competing with 11 other players, and there's a lot of growing that has to take place with that team, so everyone trusts each other, everyone plays together, and that basically determines whether you're going to be successful or not. So it's not one-dimensional, it's not just you, it's how you relate to everybody else and how you work together. Të ndjekësh pasionin e një fëmije, pasionin në këtë rast të basketbollit, kushton kohë, kushton para, si e ke organizuar ti jetën në këto kushtet e reja? Nuk ka qenë lehtë, ka qenë vështirë, por si baba e kemi përgjegjësi të japim çdo mbështetje që kemi mundësi. Unë e shita shtëpinë, e kam lënë edhe punën, po Ibrahimi ka arrirë aq suksese në aq kohë të shkurtër. Asnjë njerëz s'ka patur që të arrijë kaq që shpejt, në kaq moshë të vogël. Ti flet 15 vjeçar, por si 12 vjeçar ai luajti në Canada Games, në turnir për 24 vjeçare dhe poshtë. Dhe çdo rekord që ka ekzistuar në këtë sport, edhe mund të them në çdo sport në botë, se s'ka patur asnjë lojtar, asnjë njeri që ka arrirë në këtë në moshë kaq të re. Kjo do të thotë që ai financiarisht e mban veten? Tashi që ka arrirë suksesin në ekipën nacionale të Kanadës, tashi do fillojë të jepet domethënë para që ta vazhdoj programin. Po roli i mamas si bashkëshortes tuaj në këtë rast për mbarvajtjen sportive të djalit? Neve se kemi bërë do të po mos ishim së bashku, s'kish mundësi. Bile kur erdhëm prapë në Kanadë dhe morëm disa këshilla nga njerëz që kanë eksperiencë, na thanë në moshën e tij, 11-12 vjeçar, veçanërisht me që keni dhe vajza, që janë më të reja, thanë o jetë vështirë në atë kohë, veçanërisht mentalisht, emocionalisht që të japim që të ketë mbështetje dhe përkrahje. Ishte shumë e rëndësishme dhe për mua si ishte pyetje, ishte
çdo prind bën atë që ka mundësi për fëmijën. Si keni ruajtur ju në familje shqiptarin, gjuhën shqipe, kulturën? Kam ardhur Kanada si 4 vjeçar, po kam lindur në Prishtinë, jam rritur në Presme dhe si 4 vjeçar kam ardhur Kanada dhe në familje ka qenë gjuha ka qenë gjë e rëndësishme për ne Dhe si djali i Halit Hoxhës, veprimtar, shumë i njohur në komunitet apo jo? Po. Roli aty duhet të qenë shumë vendimtar. Më ka bërë përshtypje se jam rritur në komunitet. Kjo komunitet flas kur ishtin 3, 400, 500 antarë në komunitet. Nuk kishte shumë shqiptar dhe e mbaj mend si djali i vogël kur do erdhi një pjesë në komunitet dhe e bëj me gjithë shpirt. Plus kam punuar me disa individë ndryshme që ta përhapin një shqiptari për mua, jo të jemi të ndarë nga krajinat e ndryshme. Për mua ne kemi një flamur edhe për mua si shqiptar është rëndësishme që fëmija tonë ta vazhdojë atë edhe t'japë vlerë kulturës, veçanërisht aspektet të mirë të kulturës tonë. Kush gëzon më shumë në familjen tuaj për sukseset e tua? Të tëra, unë kam 2 motra, babai gëzohet më shumë nga të tërë. Ashtu është motra më dëmojnë shumë edhe mamaj më dëmojnë shumë. Në këtë fundjavë ti do nisesh për në Brazil. Cili është objektivi? Çfarë qëllimi ke? Dua të jam nga një të mirë të botë, so unë dua të fitoj aty.